Edi Rama e nisi me shkatrim në parkut Butrintit, e vazhdoj me shkatrimin e zonës së mbrojtur të Nartës. Nuk ka krim më të shëmtuar se aeroporti. De facto, jeta e kolonive të flamingove, në qoftë se fillojnë fluturimet, bëhet e pamundur në atë lagunë. Dhe duhet ta dini këtu, ta dini shqiptarët, se projekti ta dini mirë këtu, direkt në anën e lagunës, toka direkt nga ana e lagunës, është bler nga kocka mafioze më rrezikshme e Europës, Edi Rama Ergyll Agasi. 302 hektar janë këtë anën e lagunës. Anën e lagunës, duan syt ata, duan të shplodhin syt aty. Ergyll Agasi me 60 hektar. Pra në qoftë se laguna, në qoftë se kurrizi toka aty, një anë ka nga deti, ajo sipërfaqja e tokës, rripi i tokës që ndan lagunën nga deti. Një anë ka nga deti